Hapi parë, nëse ne duam të kemi skuadra të forta, kush është? Duhet të largojmë ata të cilët nuk përshtaten me organizatën tonë dhe me kulturën tonë. Ata që na pengojnë duhet të ikin të parët. Një parim tjetër, të sjellim njerëz të dur brenda organizatë, ata njerëz neve që sjellim në organizatë duhet të jenë më të zotë se neve. Ose të kenë potencial për të bërë më të zotë se neve, të paktën e diçka. Parim tjetër, duhet punësojmë më të mirët, ose gjej njerëz më të mirë dhe sillen brenda organizatë, ose ndërto sistemin më të mirë, që ata të bëjnë njerëz më të mirë. Tre gjëra, në fillim fare për çfarë shikojmë tek njerëzit. Nëse përshtaten me kulturën tonë, me karakterin, shikojmë pjesën më të rëndësishme. Pastaj dytën çfarë shikojmë? Ekspertizën apo kapacitetin? Shikojmë kapacitetin e tyre. Dhe të tretën, shikojmë për aftësitë. Nëse e bëjnë apo se bëjnë një punë. Një gjë tjetër, një parim tjetër që neve gjithmonë duhet bindemi se njerëzit kanë kimi brenda në kulturën tonë, por në një kohë edhe ata duhet binden nëse mundet që të jenë pjesë e skuadrës tonë dhe të organizatës tonë. Një parim tjetër, çdo herë që ne bëjmë një punësim, duhet mendojmë, a e rrit mesatarin kjo apo jo? Çdo herë që bëjmë një punësim, ne duhet mendojmë, ne do sjellim një person në organizatë. A ky person, a është më i miri në diçka, a do t'i vlej skuadrës për diçka, apo e sjell thjesht për të plotësuar një numër? Gabimi më i madh është të plotësojmë një numër. Këto parime që po ju them janë gjëra të cilat i kam hequr në kuriz 33 vjet. Më mirë që ndro dhe 1 muaj dhe 2 muaj dhe 1 vit pa një pozicion dhe bëje vetë, vendos një person tjetër, po ju them diçka. Vetëm mos e harroni këtë. Çfarë ndodh nëse ti ke një punë për të mbaruar? Kujt ja jep? Ja jep një personit brenda në organizatë i cili nuk ka një angazhim në këtë moment, apo ja jep një person i cili është shumë i angazhuar dhe shumë në punë? Nëse do një punë të mbaruar, jepja një punonjës i cili është shumë i ngarkuar. Se ai që është i ngarkuar, është punëtor, ai është punë mbaruar. Njerëzit të cilët janë gjithmonë të zënë me punë, ata janë njerëz të cilët ti duhet besosh më shumë. Është shumë e rëndësishme që neve të mos punësojmë njerëz të cilët thjesht kanë nevojë, sepse nevoja ti sjell vet, por tregu ka njerëz të mirë dhe duhet i gjejmë. Nëse dikush më thotë, "Jo Vasil, shiko, na the që pari do të gjejmë njerëz më të mirë ose ndërtojmë sisteme për të rritur njerëzit." Po ka vetëm një problem. Ke kujdes. Pulat nuk bëjnë shqiptojnë. Çoje ti në shkollën më të mirë, pra pula bëjnë ato. S'ka mundësi që të bëjnë shqiptojnë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë që çdo punësim i ri rrit ose ul cilësinë e jetës tonë. Pra ne do të punësojmë si drejtues njerëz të cilët do t'i kemi pjesë të udhëtimit tonë. Pra ne nuk do të punësojmë thjesht njerëz të cilët kanë nevojë, por njerëz të cilët e meritojnë. Njerëz të shitjeve do të kenë një veti, këmbguljen. Ata nuk kanë frikë nga jo. Për faktin se një person i cili nuk trembet nga joja, është këmbgulës, ai është personi që duhet ta kesh në shitje. Ajo që është shumë e rëndësishme që ne duhet dim kur i punësojmë njerëzit, përse i punësojmë, për çfarë pozicioni punësojmë, për çfarë roli punësojmë dhe kush janë vetët e atij rolit. Ai personi që vjen brenda skuadrës do të rrisë nivelin e skuadrës tonë. Brenda në skuadrës do të sjellë njerëz të cilët të dinë më tepër se sa ti din brenda skuadrës. Nëse ti si person brenda në skuadrë je person më i zgjuar, largo zotëri, nuk ke punë brenda në skuadrë. Nëse në çdo gjë je më i zgjuar, nuk është skuadra për ty. Edhe një punonjës tjetër, nëse brenda në skuadrë ndihet se ai është person më i zgjuar, ai do tiki. Edhe ai ka nevojë që njerëz të tjerë të jenë më të zgjuar në diçka si ai, sepse edhe ai do të rritet. E thash, kujdes. Mos u mundoni të ndryshoni njerëzit nuk ndryshojnë. Është shumë e vështirë. Mundësia është shumë e vështirë për të ndryshuar. Kur bëhet fjalë për intervista, bëni të paktën 3 intervista, mund të bëni edhe 4 me njerëz të ndryshëm në vende të ndryshme. Por një intervistë të fundit do ta bëni, ai personi që do vinë në kompani duhet të intervistojë edhe ty. Sepse vetëm duke bërë pyetje, ti do kuptosh karakterin e tij. Duhet kemi diçka në mendje. Njerëz të mëdhenj kërkojnë njerëz të mëdhenj. Nëse ti do që të marrësh me vete njerëz të mëdhenj, ti do të bësh i madh, ti do të jesh i madh, do të kesh arsye pse të kërkosh që një njeri i cili është talent apo është një njeri i madh të vinë në organizatën tënde. Por në një kohë kje si parim këtë. Nëse ti sjell njerëz të cilët nuk të sfidojnë për gjë, që do thotë nuk janë të mirë në diçka më të mirë se tyja, atëherë kjo këtu është problem. Dhe është problem mentaliteti tyre. Ai të mos jetë servil, është mentaliteti gabuar servilizmi. Ai të jetë një person i cili ka një mendim të ta thotë, ka një mendim ndryshe të argumentojë. Por ajo që kërkon që edhe ai të di se si funksionon dhe kush është kultura, kush është filozofia. Çdo moment si drejtues neve gjejmë diçka për të falendëruar, do ta bëjmë shpejt. Sa më shpejt të mundet dhe publikisht. Ky është parimi, po apo jo? Publikisht po apo jo? Si kritikojmë? Veçës. Por, ka vetëm një dyshim tjetër. Ne, kur duam të shprehim mirënjohje, do ta bëjmë publikisht, ballë për ballë, edhe në fshehtësi. Se ai do ta marrë vesh që ti e lavdërove. Do thotë, "E ti isha me Vasilin, po çfarë fjalë të mirë më ka thënë për ty." Se kur e lavdëron ballë për ballë, thotë ai, "Në fuça po më luan." Bëje lavdërim në çdo moment, që të jepet mundësia, por kur vjen puna për të kritikuar dikë, vetëm ballë për ballë.
Nëse do të kritikosh një person, asnjëherë mos e bën në publik, por nëse do të kritikosh sjelljen e një personi, thuaj sjelljen e personit, mbasi të tjerë do marrë vesh diçka për ke fjalën, por të paktën sjellje thuaj, standardet tua janë të tilla që ti nuk toleron asnjëri të prishë gjithë harmoninë e kompanisë, sepse ajo ndërton kulturën e dur, mendësinë e dur. Pra ajo është që do bëj diferencën. Janë gjëra të vogla, janë mendësi, por janë mendësi që ndërtojnë në kulturën që ne kërkojmë. Ne jemi liderët e biznesit, ne jemi drejtues të biznesit. Ne duhet të kemi parasysh që asnjëherë nuk do mbajmë vetë afër vetës njerëz të cilët nuk janë cilësor, njerëz të cilët nuk janë profesionistë, njerëz të cilët nuk janë lidera për jetën e tyre. Nëse ata nuk janë lider për veten e tyre, s'do jenë lider për tyja. Nëse ata nuk duan veten e tyre, s'kan mundësi të duan tyja, as organizatën, as produktet, as brandet, as klientët. Dhe çfarë duke bërë? Duke shkatruar biznesin me duart e tua, vetëm sepse mendësia jote nuk formohet si duhet. Prandaj jemi këtu brenda. Prandaj themi si ta mjeshtërojmë mendjen tonë, si të fusim në mendjen tonë gjëra të duhura, të cilat kur vjen puna, ato dalin në mënyrë automatike edhe janë mburojnë, janë imunitet, që vendimet jenë të përkryera. Nëse dikush thotë skuadra ime nuk performojnë, do të hiq sa njerëz, hiq veten tënde zotri. Nëse skuadra jote nuk është standard të duhura, ato të cilat ti kërkon, ti s'je në standard të duhura. Puno me veten tënde. Shiko çfarë të mungon. Shiko çfarë do të bësh. Nëse është një person i gabuar, brenda hiq atë person që në momentin e parë mos thuaj do sjell në një person që të ma rregulloj nivelin e skuadrës, jo hiq njeriu që ta pengon skuadrën tënde. Nëse neve duam njerëz më të mëdhenj, ne duhet të rrim me njerëz më të mëdhenj. Ne duhet të flem me idhuj tan. Nuk do të dikosh possible të flem me idhuj tan. Nëpërmjet veprave të tyre, librat i kanë dhurat atje. Do Tony Robbins shko merr zgjogjikant brenda vetes, një libër fantastik. Do të mësosh rreth e Jeff Bezos, njeriu më të pasur, shko lexo librin e tij. Nëse ne duam që të jemi njerëz më të mëdhenj, sepse ne duam të bëjmë skuadrën tonë, të bëjmë biznesin tonë më të madh, ne duhet të kujdesim për veten, se duke qenë ne më të mëdhenj, njerëz të mëdhenj do vinë tek neve. Dhe në ndjenjë kohë nëse vinë dhe kanë kapacitetin e dur, ata mund të bëjnë të mëdhenj, sepse ti ndërton sistemin që ata jenë të tillë. Ne si lidera, përveç se duhet të planifikojmë, të organizojmë, të motivojmë ose unë ndryshe quaj inspirojmë. Ne si lidera, ne duhet të inspirojmë njerëzit, të motivojmë njerëzit. Por parimi parë kryesor për motivimin e njerëzve është kjo. 100% përgjegjësi për motivimin e njerëzve janë vetë njerëzit. Ne do të inspirojmë njerëzit. Ne do sjellim brenda organizatës njerëz të cilët janë të motivuar, po ne do të krijojmë sisteme që të inspirojmë ata. Do sjellim njerëz të motivuar, që kanë dëshirë, pasion për jetën e tyre, që janë njerëz me kapacitetet, e të besojnë veten, kanë besim te kompania dhe ti vetë në moment që vjen ke kryer kulturën e dur që ai të inspirohet, ke kryer sistem të dur që ai të inspirohet të motivojë veten e tij. Por ai është i motivuar. Mos bëni gabimin që të cilin njerëz dhe të thonin që unë do të motivoj ata. Do të thotë dikush po mirë Vasil, po ka raste të cilët shikon në një person i cili kur del jashtë zyrës së kompanisë, ai është ndryshe. Kur është brenda zyrës së kompanisë, ai është serioz. Është me stres. Nuk e do atë njeri. Edhe ai e çon jetën e tij dëm, po edhe ti e çon biznesin tonë në rrugë të gabuar. Pra është e rëndësishme që të dim ca gjëra për motivimin. Nëse neve duam që të inspirojmë të tjerë, duhet jemi të inspiruar vetë. Nëse duhet të japim besim të tjerë, duhet të besojmë vetë tek njerëzit. Duhet jemi vetë të motivuar, por ne duhet kemi parasysh që inspirimi ose motivimi nuk zgjat, është si puna e dushit, që duhet ta bësh në mënyrë të vazhdueshme, të përditshme dhe është përgjegjësi që nuk delegohet e çdo personi që sjell brenda organizat. Ti nuk je përgjegjës për motivimin e tij, ai është përgjegjës për motivimin e tij, por ai duhet ta di këtë gjë.